Ja 12 mënyra se si të sillni bereqet në shtëpitë tuaja. Filloni ditën tuaj duke falur namazin e sabahut, sepse bereqeti nis atëherë kur fillon me atë që Allahu e do më së shumti. Mbani të gjallë leximin e Kuranit çdo ditë, qoftë edhe nga 1 minutë, 2 minuta, 1 faqe ose 2 faqe të Kuranit. Fillo me bismillah para se të hash, para se të flesh, para se të hysh në shtëpi apo diku tjetër, sepse bereqeti fillon kur e di se tek cili po mbështetesh. Mbaje shtëpinë tënde të pastër, sepse melekët I duan vendet e pastërta edhe se pastërtia është gjysma e besimit. Ftoni mysafir në shtëpitë tuaja sa të mundeni, sepse pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thënë, ushqimi I një personi mjafton për 2 persona, ndërsa ushqimi për 2 persona që është përgatitur mjafton për 4 persona. Largoni haramin nga shtëpitë tuaja, sepse fitimi haram pengon bereqetin. Qoftë ai në gurbet nëse është haram I fituar, qoftë me ndonjë lojë fati, qoftë kazino, qoftë çfarëdo qoftë fitim nëse është I ardhur në shtëpi në formë harami, ai e pengon bereqetin. Andaj largoni haramin nga shtëpitë tuaja. Kur mos harroni të bëni dhikrin e mëngjesit dhe të mbrëmjes, sepse bereqeti dhe dhikri janë mburoj të cilat ecin dorë për dorë. Falni namazë nafile, namazë nate edhe namazë tjera vullnetare në shtëpitë tuaja, sepse pejgamberi alayhis salatu vesselam ka thënë, mos I bëni shtëpitë tuaja vareza, sepse namazi është dritë, namazi sjell jetë dhe sjell bereqet. Largohuni nga grindjet e ndryshme në shtëpitë tuaja, që në shtëpitë tuaja të ketë bereqet dhe të ketë harmoni, kur mos u grindni dhe mos u qortoni dhe mos ketë ashpërsi dhe zemërngushtësi dhe mos ketë grindje të cilat do ta largojnë bereqetin dhe melekët nga shtëpitë tuaja. Jepni sadaka rregullisht, sepse pasuria e dhënë si sadaka vullnetare asnjëherë nuk e pakson pasurinë tuaj, përkundrazi ajo e shton pasurinë tuaj dhe e shton bereqetin tuaj. Rritni mirënjohjen dhe falënderimet në shtëpitë tuaja duke thënë elhamdulillah, sepse falënderimi vërtet dhe mirënjohja e shtojnë pasurinë dhe e shtojnë bereqetin. Prandaj falënderoni vazhdimisht Allahun xhaleshanu. Dhe së fundmi, filloni çdo gjë me dua, me lutje. Hyni në shtëpi të re me dua. Fillon një provim, bëni dua, shkon punon arën apo fushën tënde me dua, gjithçka bën një rrugë për gurbet, fillon me dua, edhe çdo gjë që merret, një makinë, një vetur, një lodër për fëmijësh, bën dua që ato të jenë të përdorur për hajër inshallah, edhe kështu Allahu xhaleshanu përmes duave e shton dhe e shton edhe harmoninë edhe bereqetin për familjet tuaja. Wassalamu alaikum.